Zgjedhjet për punëtorët e ndërtimit ishin vazhdimi i punimeve për përmirësimin e infrastrukturës. Rikonstruksioni i rrugës Marin Biçikemi në lagjen Sarreq të qytetit të Shkodrës, njëra nga këto projekte, po vjen me fazën e shtrimit të gurëve dekorativ, procesi i fundit për dorëzimin e këtij objekti. Alban Gjoqi, teknik i punimeve i cili për shumë vite ka punuar në Gjermani, vlerëson punën e bërë. Kam punuar 8 vjet, edhe këtë gjënat e kam marrë ande, edhe këto nga ana teknike është u bën një punë shumë e mirë. Po vazhdojnë punimet edhe besoj deri nga 10 ditë që i parë që shohit, mendoj që kryejmë punimet. Cilësia shumë e mirë, edhe janë ato si më standardeve europiane, janë ata normal si në Gjermani, Malzi, përgjithësi. Për këtë investim janë financuar mbi 9 milion lekë të reja nga Bashkia Shkodër, duke filluar me ndërtimin nga e para të infrastrukturës në toksore për fshirë dhe sistemin e ndriçimit, tashmë është faza përfundimtare, shtrimi i gurëve dekorativ. Sipas drejtuesve të punimeve, ky projekt pritet të përfundojë brenda 2 javësh.